Brother Radio. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini edhe sonte në Big Brother Radio, programi që ju e dini merr vëmendje nga e hëna në të premten Top Albania Radio prej orës 20 deri në orën 21, gjithashtu edhe në kanalin numër 10 në digital. Beteksa Big Brotherit po i afrohen, nuk po them ka nisur countdowni, po jemi në këto ditët javët e fundit. Unë dëshiroj sot të ndaj biseda. Shiko, unë e vlerësoj shumë mënyrën se si ai i sheh, logjikon dhe i komenton ngjarjet, jo vetëm Big Brother, jo vetëm të ekonomisë, por shumë çka është. Angelo Aruni me mua sonte. Përshëndetje Elona. Kemi kohën e par. Po, u bën mbi 1 muaj tani. U bën mbi 1 muaj. Që kur dola praktikisht. Kur ke dalë ti? Në 1 mars, shkurt. Një shkurt. Angelo, do më të ndej një gati 2 muaj në shtëpinë, një muaj e gjys. Ka marr malli? Për shtëpinë? Për shtëpinë? Për shtëpinë? Malli, për të qenë aty brenda, për të qenë aty brenda, për njerëzit gjithë edhe eksperiencën e këtë. Për të qenë aty brenda. Shiko, është ajo adrenalina e ditës, fakti që e mbush vazhdimisht me shumë gjëra, po në vetvete të shkosh aty dhe të rish tani prap, ta mendosh, pa buk, nga që e ke mundjen të bësh sherre, të zihesh tërkohën, çdo njeri është kështu si aktor, jo si njeri real. Pak e vështirë ta them. Çfarë është Big Brotheri për ty tani që e sheh gati 1 muaj, një muaj e gjys, gati 1 muaj e gjys jashtë. Si e sheh si aventurë, si një rrugtime të panjohura, eksperiencë, një show spektakolar. Çfarë mendon ti sot kur e sheh nga jashtë dhe e ke provuar nga brenda? Për mua është një eksperiencë, dhe besoj edhe për shumë të tjerë që erdhën e provuan, ndenjën ca, u larguan. Po ashtu është diçka e tillë, është një eksperiencë e cila nuk blihet me para. Pra shumë mund ta mendojnë pse futesh, çfarë do bësh atje, përfiton, s'përfiton, çfarë do marrësh mbrapsht, po në fund fare është një eksperiencë që nuk e ripërsërit dorë në asnjë lloj mënyre. Mua më pëlqeu ajo që më the para se të fillonte programi. O të ndryshon jetën, o duhet ta ndryshosh vetë jetën. Dhe nuk e di si pjesën më të madhe që ju ajo e kap, e përjeton, po ty vet. Shiko, e kam ndier veçanërisht këto 2 javët e fundit, tregojmë shumë i sinqert, impaktin e Big Brotherit më shumë se sa momentin që dola. Sepse këto, rritet sociale, gjithçka je i njohur, prap kthejnë kokën pak njerëzit në Tiranë, thonë ky i Bigut, e gjithçka tjetër, bëra mirë edhe me këtë çarin e vetullit se tash jam më identifikueshëm. Por kur shkon nëpër rrethe, për shembull, është komplet tjetër gjë. Atje e shohin më shumë edhe atje e shohin edhe më shumë dhe është një çitërsi tek njerëzit të prekin. Kam shkuar në Elbasan, mund të kem bërë mbi 30.000 foto. Kam shkuar në Kukës me naçut e vegjël, të gjithë vinin ata bëjnë unë një foto kështu dhe ishte një super eksperiencë. Domethënë shkon, paguan traun rrugën e kombit, dela un kam votuar për ty, pse dole e gjithçka, pra kudo, edhe kur nuk ta pret mendja të gjen njerëz që të kanë parë, të kanë mbështetur, kanë një mendim të mirë apo të keq për shtëpinë përgjithësi, për ty, por gjithsesi aty e kupton realisht impaktin e madh të këtij formati. E pra, dhe unë prandaj të pyeta, se e di, domethënë dua të mësoj më shumë për këtë pjesën post daljes, se e di që eksperienca është e bukur, është unike dhe i ka marrë të gjitha këto review, po siç më thua ti në Tiranë më pak, më shumë tangërliksa tironësit. Shumë tangërliksa, dhe ndoshta nga që është ky perceptimi që VIP-i duhet të jetë diçka shumë ndryshe nga njerëzit normal. Pra që kur anoncohen emrat, që kur del lista, që pas natës parë, sheh këto komentet në përgjithësi, a më ça VIP-ash janë këta, kush i njeh këta, e me radh, mund të jetë thënë për 99% të banorëve që kanë qenë deri më tani. Dhe kur del tani ata pretendojnë që ti të rish vetëm në të jetosh në katin e 100 e lart dhe të pish vetëm kafe ekskluzive që duhet ruhen nga 30 bodyguard. Ndërkohë që jeta vazhdon po njësoj. Për mua unë s'e kam kërkuar realisht famën në asnjë moment. Ma beso këtë pjesë, nuk ka qenë kurrë aspirata ime fama dhe dua të rikthem te kafja e lagjes, dua që të qethen te berberi që jam qetur gjithmonë që 1 vjeç edhe njerëzit nuk duhet të surprizohen kur unë të vazhdoj do i bëj këto gjëra. Pra mos pretendojnë që nuk e ka kërkuar famën, po do flas me Angelo. Vetëm te VIP-i unë. Pas pak ai pëlqen të ri vetëm ke VIP-i, ai pëlqen fama edhe për të tjera. Por gjithashtu edhe ngjarjet më të fundit në 24-48 orët e fundit, kthehemi pas pak pas publicitetit. Jemi me Angelo Arunin në Big Brother Radio.
Jemi sërish bashk dhe këtë herë me Navala Switzerland, me një super set që më vjen për herë të parë në emision dhe do të vendoset për herë të parë në lëkurën time, po që review t'i ka fantastike. Review t'i ka fantastike jo vetëm nga gratë e Zvicrës, ku ky produkt është bestseller, po tregon edhe shumë komente pozitive edhe nga zonjat vajzat që i përdorin në Shqipëri. Seti Navala Switzerland është një rutinë plot me 3 produkte që zbut rrudhat dhe zbe njollat kafe, dhe këto janë 2 cilësitë më kryesore që Navala Switzerland ka: të largojë njollat kafe dhe të zbehi rrudhat. Është kremi i ditës me SPF 50 që hidraton dhe mbron gjatë gjithë ditës lëkurën, që duhet jetë me patjetër kush është këtu? Kremi i ditës që ka faktor SPF 50 që hidraton, është serumi Navala me retinol që vepron në thellësi për të eliminuar njollat kafe. Ky është serumi magjik që ka super komente në përdorim të përditshëm, dhe kremi natës që ushqen lëkurën dhe eliminon rrudhat protësisht. Pra, ky set nga Navala Switzerland është sugjerimi më i ri që ju vjen nga unë dhe nga Top Albania Radio për t'i përdorur të gjitha ju goca gra që doni të zbeheni rrudhat edhe të largoni njollat kafe. Rezultati është një lëkurë e lëmuar, e freskët, më dukshëm e re. Është formula zvicerane që të gjithë po e përdorin për të patur këtë lëkurën e pastër, pa njolla dhe pa rrudha. Kujdesesh ti për lëkurën tënde? Kujdesem përdor hidratues, do të madje do të thoja mi pak një kremi ditë, një ditës s'ka për se do flim gjumë akoma për nuk është se po shese. Ora sa ta vendosin që këta nipa. Po vendose more kremin e ditës do. Shumë mirë, sa Angelo sapo është zgjuar nga gjumi, ka bërë edhe dushin e pasdites, kështu që gati për të vendosur kremin e ditës dhe të natës. Shife sa i lezetshëm është. Po është realisht shumë i mirë. Shumë i mirë për të larguar rrudhat. Ke njolla ti? Kam një tek kafe, një tek. I papamja. Jo, po pardjes zbulova që këto njolla tiqen dhe me lazer, më kështu gjëra, po më që pas ka edhe krema. Jo, përdore në mënyrë të përditshme, konsistente dhe nuk ka nevojë të kalosh në të tjera. Zakonisht siç unë i themi dillit hapu kur jemi në plazh. Pra, ju jeni fare të kujdesshëm. Navala Switzerland, kremi ditës, kremi natës. Kremi ditës është me faktor SPF 50 që ju mbron edhe nga njollat kafe, dhe serumi me retinol që janë magjike, ju thash bestseller në Zvicër. Kthehemi dhe flasim për hallet tona. Në kuptimin, ti nuk e kërkove famën, po fama erdhi. Edhe tani që erdhi, si po sillesh? Po sillem sikur si jam i famshëm, tregojmë sinqert, as realisht nuk e dua. Në fakt shumë i mirë, domethënë Angelo sapo i shkruan, sapo i kontakton, është po Elona do vi me kënaqësi. Jo, se duket kështu, vëzi presim me dalë në televizor. Vi për ty, më po dalje në ekran. Faleminderit. Po të dyja tani duan. Jo, seriozisht, jo. Duan tani të dyja. Po për çfarë do më dalë në ekran? Po sepse ti je një njerëz që i përket medias, edhe kur mungon për një farë kohe, unë më shumë se të gjithë e di shumë mirë se sa të mungon kjo pjesë. Po më thoje që ke ndërmend të nisësh edhe disa aventura të çmendura pas një aventure të çmendur që bëre në Top Channel, në Big Brother. Shiko, unë kisha ndarë që 2025-a do ishte fundi për mua i asaj linjës standarde që u përfundoi me të heqjen e kollares e orës 4. Mendova që Big Brotheri do të bënte një ndryshim më të madh. Përfundoi që me ata njerëz që mbeten në shtëpi ishte më e vështirë se ç'duhej të arrije të qëndroje aty brenda, të përballoje jetën, pra dëshira për të dalë ishte shumë e madhe. Okej. Dhe mendoj që tani kam këtë anën tjetër të dëshirave të çmendura për të çmendura. Thjesht për të shkuar, për të provuar pak nga bota, një tjetër eksperiencë. Nga cila anë e botës, Azia apo? Nga Azia kam përshtypjen të përfundoj. Jam midis Japonisë dhe Kinës, nuk e di. Po të dyja bashkë trin keq? Po dalem ose lekët me Vllai si është edhe atë kam Vllai është shumë mirë, edhe po presim tani faktikisht nëse do qëndroj dhe ai apo jo në Shqipëri. Sa ai do të tikte në linjën e mesme, po i nisi lufta. Tani me këtë luftën çfarë të bëjmë? Ne na unullun atë këto garat e Formula 1-s. Problemi më. Unë do doja të ndani me Angelon sot në program disa prej pikave që gjithashtu diskutuan në Prime, po ja le të flasim për shembull për nominimin e kësaj të shtune. Janë Selin, Artani, Nikol, Rogerti që është gjithmonë, edhe më duket se më mungon edhe një tjetër.
Ja, e gjejmë tek faqja. Stenaldo, e gjejmë tek faqja e Big Brother. Pra edhe njëra, Artani, Nikol, Rogerti, Selin dhe Stenaldo. Është një peshe që duhet thënë e fortë, se Rogerti, Selin, Stenaldo janë emra goxha të fortë. Besoj që luhet mes Artanit dhe Nikol, si mendon ti? Po, mes Artanit edhe Nikol, të dy duhet thënë pak të përfshirë në shtëpi, të dy Artani konkretisht pjesë e asnjërës prej aleancave, madje edhe ato që ishte zinxhiri i shpëtimit, mbet ndër të fundit, mos i fundit nuk e mbaj mend kush ishte ndër të fundit, Nikol Artani. Kështu që do të vendoset nga ana e publikut nëse Nikol ka dhënë mjaftueshëm deri më tani për të qëndruar edhe ca ditë, apo nëse Artani çfarë ka bërë një muaj më përpara, se ka qenë shumë i qetë javët e fundit, është e mjaftueshme për ta mbajtur në shtëpi, sigurisht që a mendon se ka koha që tani duhet dali, apo të ketë Nikol një shans më shumë? Për të dy kam shumë simpati. Do doja dilte Rogerti në këtë rast, që është pak më e vështirë të dalë. Por ma komento pak fenomenin Rogert. Unë kam thënë edhe brenda shtëpisë që Rogerti erdhi me maskë dhe përfaqësonte gjithë ata komentuesit anonim nëpër rrjetet sociale, njerëzit të cilët e kanë një mendim, sado i keq të jetë ai, gjithë kemi mendimet, jemi shumë paragjykues ndonjëherë ndaj fenomeneve, gjërave të caktuara, jo shpesh i shprehim. Ai dha një fytyrë, edhe të gjithë ata njerëz të cilët ndoshta nuk e shprehnin publikisht, por gjithmonë pas maskës, tani e shohin atë më ndihmon në marrje regjistë vendosi Rogertin brenda dhomës së rrëfimit. Dhe mendoj që përderisa ai është aty, është një pjesë e shoqërisë shqiptare që e gjen veten tek ai. Ndoshta do duhet që të mos ishte mbështetur kaq fort për shkak se sulmoi të gjithë shtëpinë praktikisht, por tani që kemi parë dhe shumë aspekte të tjera të tij, raportin me vllajën, familjen e bukur që ai ka krijuar andej, që mendoj që është shumë e vështirë që dalë. Është sigurisht një nga pretendentët për finale. Shikojmë dhe dëgjojmë çfarë ka thënë në dhomën e rrëfimit, edhe unë e kam ekskluzive. Vetëm strategji loje dhe ka lanë bash në fund. S'ka pikë pëlqimit bëgjenat për Mateo, mos leni nam kush që menon atë gjë. Normal se Mateo është dëvandëri tipik shqiptar që e do një femën, një nuse që është si 10 egër. Kjo është nga ato nuse që do martohet me zor, supozohet, ka nejt i vit pa ba seks edhe del fëmija mas 2 viteve. Bekena ka vetëm strategji. Se kisha dëgjuar edhe unë dëgjoj për herë të parë. Si mund ta komentojmë? Po flet për çiftin Brikena Mateo që thot ka 0% Brikena për Mateo. Mateo është ky burri shqiptar që du gruan kështu. Mendoj se është hapi i radhës në lojën e Rogertit, sepse kohët e fundit ishte marrë më shumë me Selin, raportin e saj me Gimbon, tani është koha që të hedhë syt nga krahu tjetër që është akoma i nxehtë, Brikena dhe Mateo. E kemi parë edhe gjatë ditës sot që është përfshirë në bisedat me Brikenën, ti ke pëlqim për mua, i thoshte në mos gaboj, duke qenë se i përshtatej atyre. Po, e vendosi pak atë video, madje hoqi dhe bluzën edhe thoshte, ja, unë jam me bark, ti ke treguar që mua që të pëlqejnë çunat me bark, sigurisht që përfshihet dhe Juela, se janë edhe kështu si paket grupi Rogerti Juela. Do doja të isha aty brenda me Angelo të çik. Shikimet Rogertit sa herë shef Juela. Ashtu. Pse? Është shumë e thjeshtë. Po me qesh shpesh njëri. Jo po shoh ty. Un po shoh ty. Un po shoh ty. Un po shoh ty. Ti ke deklaruar me çel me bark. O erdhi. Kesh të jo ti shoh dhe një gjë tjetër. Po e akuzoj që ti ishe edhe një gjë tjetër, ë? Duket sikur po i fusin ato xixat për ti. Edhe që ke edhe një lloj pëlqyeshmërie, pa nuk besoj tash. Domethënë deri këtu. Jo. Ajo është gjë që është egzageruar, por ky raport i Juelës me Rogertin është ato produktet në supermarket që janë 1+1. Po zakonisht janë produktet skaduara që bëhen bashkë për të hequr qafe nga magazina për të mos u hedhur në plera. Produktet e skaduara janë Rogerti dhe Juela. Në prag skadence, ke parasysh që duhet të rezistojnë edhe pak, le të shesim tani shpejt. Kështu e shoh raportin edhe bashkëngjitin e tyre. Po bëhen bestseller për një kohë shumë të shkurtër. Se shkojnë gjithë për t'i vlerë, që mos skadojnë.
Po duhet t'i konsumosh shpejt, se prishen, nuk I mban dot frigorifer. Po jare mbaroi biku. Ja mbaroi edhe një muaj, ku ti sa I bie. Kthehemi pas pak, po para se të largohemi tek publiciteti I radhës, ju kujtoj se Max Optica ka sjell koleksionin e ri Spring Summer Collection 2026 ku syzet janë yll, janë brendet më të mira, markat më të mira, Prada, Gucci, Balenciaga, Chopard, gjitha janë aty në Max Optica dhe lajmi është që janë deri në minus 50% ulje dhe është momenti dur për të bërë edhe dhuratat ideale, do thoni ju çfarë feste ka. Kot, për qef. Edhe nëse nuk shkoni në një nga dyqanet Max Optica, mund të bëni blerje online në maxoptica.com dhe me delivery ju vinë në shtëpinë tuaj. Syzet më të mira, më të bukura dhe më cilësore në treg janë në Max Optica. Shkojmë në publicitet. Jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të programit Big Brother Radio në Top Albania Radio dhe nuk mund t'ju lë pa ju sugjeruar super apartamentet, super cilësi në Lita Construction, që është 2 minuta nga qendra e Tiranës, është në fund të bulevardit të ri. Lita Construction, fiksojeni mirë, Lita Construction, dhe nëse jeni në kërkim të apartamentit ideal me standarde të larta ndërtimi dhe me kushte fleksibël pagese, se njerëzit kanë rëndësi edhe si do I paguajnë ato para. Me thënë disa thojnë po me këste, po të t'i jap kështu, po banka më mundson pa kolateral, të gjitha kushtet që ju doni dhe keni ëndërruar, Lita Construction ju aplotson. Pra mënyrë fleksibël pagese, gjithashtu edhe standarde cilësore moderne në ndërtim. Kanë materiale premium, kanë izolim maksimal, termik dhe akustik, kanë dritare cilësore, planimetri funksionale, duke zgjedhur cilësinë, sigurinë dhe të ardhmen me Lita Construction. Është ky super do thoja unë këshilla dhe sugjerimi që vjen nga unë, se kam shkuar, kam pa, janë amazing. Është mirë edhe kur mund të blesh kështu pa gjitha lekët në dorë. Po desha dhe I shpikim thuaj se unë njoh ato çunat janë shumë të mirë. Janë super çuna. Kam shpinë? Po kur marrësh një shpik kështu që ti jetosh me të dashurën e zemrës. Prap. Angelo, si do duk ty dalja e Gimbos? Ishte e pritshme, ishte parashikuar që në momentin që u bën ato dy çiftet e famshme që zgjodhin miri si avantazh loje, është edhe gjëja që bën sens. Kam përshtypjen. Ndoshta njerëzit presin akoma çfarë do ndodh midis Brikenës edhe Mateos, është kurioziteti. Plus që edhe Brikena në vetvete ishte lojtare shumë e fortë. Tani kur thua e pritshme, është edhe e pritshme për faktin se duhet dali Gimbo që çojë Mistelin më ndryshe më vetëm, a do t'i afrohet apo jo Mirit, se dalja e Gimbos dhe dalja e Gretës, dy njerëzve më të afërt të Selin, kanë përshtypjen do ta aktivizojnë më shumë për të luajtur vetëm. Nuk besoj se njerëzit janë regjizorë dhe duan që të shohin tani Selin vetëm çfarë do bëj, do afrohet me Mirin apo jo, në këtë dozijet. Në vetvete, Gimbo pa historinë e dashurisë nuk është se kishte ndonjë lojë të madhe, mund ta them për veten time, mund ta them për shumë veta, nuk është fare kritik. Ishte një djalë shumë I mirë që e thoshte vazhdimisht, unë kështu dua ta bëj këtë lloj loje, pa u zënë me njerëzit, pa thurr intriga dhe gjëra. Kurse Brikena në vetë është lojtare e fortë edhe pa raportin me Mateo. Në njëjta gjë mund thuhet për Selin apo edhe për Mateon vet. Kështu që Gimbo ishte I vetmi në këtë ekuacion. Gimbo kishte çdo gjë të lidhur me Selin dhe të tre të tjerët edhe veç, po edhe me njëri tjetrin janë më të fortë. Selin ka shpërthyer në lot në dhomë të rrëfimit. Më ndihmon Mario ta vendosim? Ja, tek është. E dija që do ndodhe kështu, po e vërtet se kur ishte ai këtu dhe ishte e vështirë, imagjino pak di më fare. A di ku e kështu si njëri pa njëri? Ndjehet si njëri pa njëri. Është shumë e lehtë ndihesh e tillë në brenda Big Brotherit. E kuptoj si ndjesi. Do të jetë vështirë edhe për faktin që gjithkohën e mbetur, sa javë janë tani deri në finale, aty gjashfishohet koha, kështu që do të ndihet edhe më shumë kohë vetëm Selin. Uroj më të mirën për çiftin në momentin që dalin, shpresoj të vazhdojnë. A kanë qenë ato në pëlqyeshmëritë e tua? Në çfarë sensi? Ai pëlqejë ti Selin edhe Gimbo, a mendon që kanë qenë çift I këndshëm, I lezetshëm, ka patur ndjenja mes tyre se shumë herë I kanë përfolur për fake dasma, fake marrëdhënia. Mund të kishte qenë pak më I bukur raporti, por shihja ndoshta tek Selin, është një vajzë e matur, tenton që të mos lër gjëra që do të mbeten aty gjithë jetën. Pra, ishte e kujdesshme në gjithë ato
përkëdheljet, gallatat, çuaj si duash që bënte me gimbo brenda shtëpisë. Nuk e përcaktojmë dot nëse ishte një çift i bukur apo jo. Për ty cilët janë çifti më i bukur, Selin Gimbo apo Brikena me Mateon? Selin dhe Gimbo, absolutisht. Dy tjerët ngjajnë kështu si me thënë drejtën, po shumë më të mëdhenj, edhe më fekët janë po ashtu Brikena me Mateon. Arbër Ajdari e cilësoj të pamërshirshme Selin dhe e lidhte, se tani e vendosur në këtë kontekstin që po e them unë ndoshta merr, kur u fol për përjashtimin e Gretës dhe për një qëndrim disi të ftohtë të Selin, në bisedë sipër, në gjykime sipër, Arbri tha unë e shoh të pamërshirshme dhe jo se në konotacion negativ, ajo do të vazhdoj lojën, do të ecë përpara dhe ajo është e gatshme që për lojë të bëj shumë. A mendon ti që Selin është e pamërshirshme në këtë Big Brother? Unë mendoj që ishte thjesht një barr mbi shpatullat e Selin, momentin Greta? Për faktin e thjesht që u kuptua edhe vetë Greta e kuptoi që lojën do ta bënte me Selin, që ajo kishte potencialin më të madh nga të dyja për të ecur përpara, e orientoi mbas një muaji qëndrimi atje të gjithë lojën e saj më pas vetëm në funksion të Selin, duke u bërë vetëm suport edhe mbështetëse e saj, dhe për Selin tani është një mundësi, thjesht është një çlirim, mund të luajë pak më shumë pa pasur një hallk, një pikë të dobët të sulmueshme vazhdimisht në shtëpi, siç ishte raporti me kunatën e saj. Kam një video të Selin, do doja ta vendosnim gjithashtu, Selin që ishte përballë dje Brikenës, Juelës, Rogertit, si çdo ditë, si çdo ditë. Po ja tek e shkëpusim këtë video dhe e transmetojmë tani. Nuk merresh dot me të vërtetën. Nuk merresh dot me të vërtetën, Selin Bollati. Ku e bëri se bëri. Ty të intereson ajo vajzë? 4 herë Gimbo, 4 herë. 4 herë, edhe të vitur. Okej. Nuk e di argumenta me Mateo, je shumë i dobët. Na çon sinqert në lojë. Je shumë i dobët. Tur vity. Je shumë i dobët. Se ti vdes për Big Brother. Je shumë i dobët. Dje këtu të na tregon krevat. Je shumë i dobët. Faktori për krevatin ti, imagjino ti bime këto të tuaja më. Nëse ke ardhur pushimet janë dashur, hajde ty do merr kur duan, jo kur do ti. Ka njerëz të tjerë plot. Me ty merr vetëm kur duan, jo kur do ti. Puçi, e lagu se lagu, më deshte se deshte, pulla se pulla. Ne nuk merresh dot. Mos ja di vendin e finalit sikur që ndoshta do më shumë këtë program. Ma shumë se ç'është. Ti vdes për këtë program, unë e dua shumë këtë program, duke folur gjithashtu dhe për marrëdhëniet me një tjetrin, ato që po flisnim ne bashk, domethënë ajo Selina që e pamërshishme u quajt në studio, po Shiko, këto fjalë Mateo. Për ty është normale. E para Mateo këto fjalë ka thënë treqerekut banorëve aty brenda, ma ka thënë mua, ja ka thënë Mirit, nuk e di kujt tjetër ja ka thënë aty brenda tani. Jo, e kam fjalën është dhe është normale ti është dhe pamërshirshme në lojë, se do ke një qëllim valla, do shkosh në një se si mendon njeriu brenda, nuk e them do t'i pamërshirshëm, po t'ishe i pamërshirshëm, aty ishte vetëm Rogerti në fillim dhe askush tjetër, ndoshta Miri i dytë pas tij që ka sakrifikuar shumë nga marrëdhëniet e veta personale me idenë që do i rregulloj jashtë kur dal. Gjithë tjerët nuk besoj se ka pasur njeri aq të pamërshirshëm aty brenda, sa për tu sulmuar. Kurse kjo është gjëja që nuk më pëlqen nga Big Brotheri. E mendoj si një debat falso në këtë rast. Gjithë midis Selin dhe Mateos, si një mënyrë që Selin tani mos të rikthehet ta bëj lojën me Rogertin edhe me Mirin, po në atë që çfarë ishte një grup pak i zgjeruar që kishin pasur më përpara dy çiftet me njëri tjetrin, tani ta mbajnë njëri tjetrin në lojë me këto zënkat. Ka publicitet. Jemi sërish bashk dhe lideri i kësaj jave është Rogerti. Sa shumë e kishte dashur atë lider. Sa shumë e kishte dashur këtë lider. Ne folëm pak më parë me Angelon edhe për Rogertin si fenomen, ai djali që hyri ashtu si hyri dhe ndryshe na e tregoi rrugtimin, kurse edhe familja dhe vllai, takimi, pra të filloi të tregojnë edhe anë më njerëzore. Rogerti zgjidhet lider i shtëpisë. Si e komentojmë? E kishte dashur shumë, është thjesht merit e faktit që kanë mbetur një grup më i gjallë, më i konsoliduar, grupet e tjera në thonjza janë përçarë për gjatë tyre javëve të fundit. Thjesht matematika e bëri lider kësaj radhe, ndoshta do të kishte dashur si në rastin e Mirit apo Stenaldos dy herë ishte zgjedhur nga publiku, por edhe kështu besoj i shijon, po shive pak të ndarjet e detyrave.
Prisja më shumë nga Rogerti, prisja më shumë fantazi, jo thjesht këto ndarjet e thjeshta, pra i thoshte Selinit, unë ti Miri do jemi në kuzhinë. Prisja ndonjë çmenduri, reale, që do përzim gjellën. Prisja në një çmenduri të tipit 12 veta në banjo, vetëm do lanin nga mëngjesi deri në darkë banjën dhe vetëm tikte dhe t'i bënte pistë vazhdimisht edhe ata ta lanin. Gjëra të tilla prisja. Po prisja ndonjë gjë nga çka jemi mësuar neve nga Rogerti që shohim edhe të papara. Ndoshta janë bateritë që të lënë rrugës. Ti e sheh Rogertin në finale? E sheh publiku Rogertin në finale. Unë zë doja në finale, sepse pak për të shtuar pam ato anën njerëzore, gjithçka. Anën njerëzore mund ta shohësh edhe te serial killerët, ke parasysh ka njerëz që sensibilizohen, bëjnë fanca me serial killerat, me larg qoftë tani mos i bëjmë në sensin. Jo, tani ta them ato çfarë ka bërë deklarata shumë të rënda për gjatë këtyre muajve. Unë nuk jam për të falur çdo gjë kaq shkollaj dhe çdo njeri dali thotë ishte në kuadër të lojës edhe hajde mirupafshim. Jemi sërish të larë në sytë e publikut. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk duhet jetë kaq e thjeshtë. Nuk duhet me justifikim që isha në lojë dhe në lojë unë jam i pamërshirshëm, jam all in edhe ti thua që nuk duhet justifikohesh me këtë gjithmonë. I ka bërë 3 çerekun e vajzave eskorta aty brenda, 3 çerekun e meshkujve për çfarë nuk e ka sulmuar, nga pedofil te incesti tek nuk është normale. Më vjen keq, por nuk është normale. Cilat janë finalistët e tua, Angelo? Finalistët e mi do të jenë 5 ose 4, jemi gjithmonë, po. Miri, Rogerti, Stenaldo, sa u bën? 4, duhet edhe një. Edhe një duhet. Briki, Mateo, Brikena. Duhet 2 goca, 3 djem, çove në finale. Selin, Brikena, Miri, Rogerti dhe Stenaldo. Dua të pyes pak për zinxhirin e shpëtimit. Të bëri ndonjë gjë përshtypje në këtë zinxhir të shpëtimit të së martës? Miri që shpëton Edisa, Juela Brikenën që po krefen të dyja çdo ditë. Juela me Brikenën ishte gjëja që më bëri më shumë përshtypje nga i gjithë zinxhiri, që më pas arriti që por në fund fare kam përshtypjen mund të ketë qenë edhe llogaritur, sepse e di që grupi i Mirit gjithmonë i ka qef që ti parashikoj këtë lloj zinxhirësh, i diskutojnë vazhdimisht dhe e ka ditur në çdo moment që sepse Joela e thotë që do e shpëtoja Brikenën në një zinxhir dhe nuk është mbeteshin shumë. Mund të kishte shpëtuar dikur Artanin le të themi, por në këto momente do të kishte qenë sërish një nominim ndoshta pak më i fortë në vend të Tanit edhe ndoshta edhe të Nikol. Do të kishte qenë Brikena me Mateo në nominim bashkë me Selin edhe Rogertin që i bie dhe Malin. Një nga shqetësimet e Mirit e ka thënë 2-3 herë, po kështu pak me zëtullët, pak si është fakti që Selin po i afrohet Edisës. Tani aq vajza janë brenda shtëpisë, aq raporte me njerëzit janë. Po duke ditur që Miri po i thot motër Edisës, po të kam si motër po. Nuk e shoh në një lloj problematike, as në një lloj përpjekje për të përçarë një grup, thjesht një njerëz të cilin ndoshta e kanë anashkaluar pak për gjatë këtyre ditëve, tani që ka më pak njerëz për të bërë muhabet vërdall, do të shoh do të sytë edhe diku nga një person që tek ai grupi, në thonjë se ai të qinjve për në sytë e Selin, do të ishte më pak e keqja. Ishte interesante dhe bukur dje që Juela, Rogerti dhe Miri, si pasojë që Miri fitoi kuicin e inteligjencës, shinin edhe portokallin me njëri tjetrin, thash më në fund qeshën këta njerëz të ulë 3 prej tyre. Juela vura rejnë çik po mua pse s'më kanë imituar, po nuk e dim se ka imituar, po Miri dhe Rogerti nga dasma me Selin, portokalli, pastaj ishte bukur fare. Mungojnë shumë momente të tilla her pas here dhe me ata me një gjendje të cilët e kanë mendjen fokusin kryesor loja. Këtë kuicin e inteligjencës e para e kisha kështu peng, pse nuk isha aty që ta bëja gjatë kohës që isha brenda shtëpisë. Do kishte dalë 10 me yll Angelo. Ndoshta jo. Pse? Jo, sepse ideja është se po shifja edhe tek Selin. Po bën disa gjëra shumë të zgjuara. E kuptohet njeriu kur e di përgjigjen dhe thot të kundërtën për të bërë sensacion. Nuk besoj. Nuk besoj që thua që një shekull ka 15 vite. Me që përmendë Selin, jo se kam ndonjë gjë me Selinës. Edhe nuk besoj se ka njerëz që unë besoj që sensacioni është Luvrin Gjirokastër, që e bën ai poshtë. Ata e besoj që është sensacion se nuk ka mundësi njëri që jeton në Londër dhe që Parisin e ka përballë dhe që
Që kaq di nga Parisi, që ka një luvër mu në mes. Kush është sensacion? Jo, ideja është që unë nuk e dija për shembull derisa e pash në që fitoi sfidën për këtë arsye. Cilën pyetje jo, nuk e dija kush ishte shpallur fitues i quizit, sepse unë di vetëm përgjigjet e gabuara. Unë nuk dija vetëm atë shqiptarin, shkenstarin shqiptar që ka fituar Nobel. Atë nuk dija. Mjek, më duket. Po, kishte fituar Nobel në 97-ën, 98-ën dhe pastaj e klikova dhe prap nuk e kam fiksuar për diçka Ferit. Ky që kishte shpikur Viagrën. Më duket. Ai i bie që ti, vetëm ato e kemi. Me origjinë shqiptare. Vetëm atë. Ja, shikon e dinte. E di e gjitha ti more, ti do kishe fituar super sfida. Po, edhe kisha fituar sfidën, sa sfida ka, është në borxh produksioni më të tjerë. Se kam fituar atë sfidën me Eugenin, me Tullumbacet. Po, s'u bë gjë më. Cilët prej tyre janë tani më shokët e tu që del pi në një kafe ndan biseda për Big Brother apo të gjithë me cilët qëndroja brenda, qëndroja edhe jashtë. Po, absolutisht. Pas një përjashtim. Dilni her pas here me njëri tjetrin? Dalim her pas here, tani ka qenë periudhë ngarkuar për persona të ndryshëm, një herë për mua, një herë për shembull Eugeni tani është super ngarkuar edhe në pjesën e portokallisë. Shkruan çdo me një herë pas prajmit të gjithë skenarin për Big Brotherin, për sketchin që bëhet, që cilët e panë në shtëpi, por të uroj gjithë të mirat, Angelo. U kënaqa sot me ty. Gjithashtu. Faleminderit që ishit me mua në Big Brother Radio bashkë me Angelo. Do shihemi dhe do dëgjohemi me mua javën që vjen. Po Big Brother Radio është nesër me Atalantën. Natën.